Me specialistin e sportit pranë Bashkisë Shkodër, Antonio Shabani, një herëzi edhe një ish basketbollit i Vazhdisë dhe aktualisht trajner edhe i basketbollit të Vazhdeu 16. Shabani, arsyeja e kësaj interviste ka të bëjë me atë që Federata Shqiptare e Basketbollit ka vendosur që në Shkodër, në Pallatin e Sportit Haxhi Nervishit, të zhvillohet kampionati evropian i basketbollit për moshat e 16. Ju keni qenë dhe jeni pjesë e këtij grupi, keni shoqëruar edhe delegacionin nga Tirana, nga FIBA për të parë ambientet e Pallatit të Sportit dhe kushtet. Diçka përgjithsisht. Po, është e vërtet. Duke qenë që këtë vit në qyteti evropian i sportit Shkodra, kena drejtu disa kërkesa në gjitha federatat për me rrit me marrë sa më shumë aktivitete ndërkombëtare një punë Shkodër. Aktualisht është konfirmu kampionati evropian për 16 vjeçar. Nga data 5 deri me 13 korrekt do jenë në Shkodër 8 ekipe mike, bashkë me ekipin tonë që do zhvillojnë kampionatin evropian në Qazim Dervishi. Shqipnia aktualisht është në grup me Armenin, është me Gibraltarin edhe me Azerbajxhanin dhe shpresojnë të marrë një rezultat sa më të mirë që ndoshta mund dalim edhe në podium. Kjo është era parë, me sa ka informacion që në Shkodër zhvillohet një ngjarje e tillë këtyre për masave dhe kjo është një lajm i mirë. Edhe për sportin shkodran dhe për sportet kolektive, për post futbollit, kjo është era parë që zhvillohet një kampionat evropian i basketbollit në Shkodër dhe gjë e mirë sepse përpos interesit që ne kena për me rrit cilësinë, duke sjellë sa më shumë eksperjenca të huaja, vlen më theksu edhe pjesa që ekipet cilat vinë mike këtu kanë mundësi, nëse nuk e kanë pas në plan ose po thona në synimet e tyre me vizitu Shkodrën, është një reklam shumë e mirë që i bëhet qytetit tonë, pse jo edhe për turizmin, në këtë aspekt turizmin sportiv. Në përbërjen e ekipit kombëtar të Shqipërisë duhet të ketë patjetër edhe shkodran, mund të veçojmë ndonjë emër. Aktualisht nuk është bë faza finale e seleksionimit ala. Kena 3 sportiste që do shkojnë në grumbullimin e parë dhe dytë për seleksionimin, janë Edrion Kuçi, Jordi Preka dhe Samuel Bashdari. 3 të rinj të perspektiv, të cilët nëse vazhdojnë servitën me të njëjtin intensitet të dëshirë, presim që të kena pjesë të ekipit parë dhe pjesë të rëndësishme. Dhe së fundi, por një pak e rëndësishme, si po shkon aktiviteti juaj si trajner nga fusha lojëse në detyrën e trajnerit të Vazhdisë 16, një përvojë e re? Them drejtën, ka kenë një hap që ka mendu që ka me kenë shumë e thjeshtë, po është shumë ndryshe, është e vështirë. Më marrë me shumë sportista, është e vështirë. Kur kena kenë sportista, kena pa ndoshta me sy tjetër, si fushën, si trajnerin, si trajnimet, sot që jena në pozicion, po them urdhnues ose trajnues, i shohim çdo gjë tjetër, çdo gjë e shohim me sy tjetër dhe kanë vështrim tjetër. Është e vështirë, po mund të them njëkohësisht është edhe e bukur, sepse është eksperiencë e re dhe vlen. Antonio Shabani, faleminderit për intervistën dhe suksese. Shumë faleminderit. Në cilësinë e trajnerit të basketbollit. Faleminderit.